Mbrëma zonja dhe zotrin, mirë se keni ardhur këtë të ejnëte në Quo Vadis. Kemi mbi 10 vjetë që drejtësinë e kemi kryefjale, me sa duket edhe kur flasim për çështjen e integrimit, sërish që kanët bie mbi drejtësinë. Do të flasim mbrëmjen e sotme në studio për vendimet e drejtësisë së re. Do të flasim për integrimin e Shqipërisë, por sigurisht edhe për këtë muajin e mjaltit mes dy forcave politike PS-s dhe PD-s, që me sa duket zgjati shumë më pak se sa një muaj, sepse sot ishte edhe ai konflikti dukshëm mes Maznikut dhe Luciano Boçit. Për të diskutuar për këtë çështje mbrëmjen e sotme me mua në studio është bashkuar Alaudin Mala, ish kreu gjykatës së apelit. Me mbrëma zoti Mala, faleminderit shumë që jeni në studion e Quo Vadis. Gendiano Romano, avokat. Me mbrëma Romano, faleminderit shumë që rikthesh në Quo Vadis. Redi Muçi, deputet Lëvizja Bashkë. Me mbrëma, faleminderit shumë që rikthesh në Quo Vadis. Dhe Emili Xhani, kryeredaktor e Euronews Albania. Me mbrëma Emili, faleminderit shumë që rikthesh në Quo Vadis. Një koment sot për Veliaj, duket sikur pati një lloj zhgënjimi apo nuk ka të bëjë vendimi sot për ta sqaruar edhe për publikun. Juristët do ta i thonë edhe pak më mirë, po nuk ka të bëjë vendimi sot me vendimin unifikues të gjykatës. Juristët do shpjegojnë më qartë nga ana ligjore, por pati një lloj pritshmërie më shumë qarkullohet në korridoret e mediave dhe sigurisht edhe të politikës, pati një lloj ideje sikur do shihnim zbatimin e vendimit unifikues të gjykatës së lartë, por me sa duket të njëjtët gjyqtarë dhanë një vendim ndryshe nga ai që diskutuan disa kohë më parë lidhur me vendimin unifikues. Mendoj se është një parapërgatitje, duhet të shohim ka ende episode të tjera historia e Veliajt. Kam përshtypjen se ka dhe një kartë të fundit që është vendimi unifikues i gjykatës që duhet të shkojnë avokatët për këtë çështje. Mendoj se është dhe një episod i fundit para se të përcaktohet qartë se çfarë do të ndodhë me zotin Veliaj. Por mendoj se më shumë gjykatat, sepse gjithë historia e Veliaj dhe personazheve të tjerë po diskutohet lidhur me Spakun, tashmë kemi hyrë në fazën që janë gjykatat ato që duhet të tregojnë se çfarë standardi drejtësie do japin. Deri më sot kemi kritikuar Spakun apo është kritikuar Spakun në recesion ose kemi vlerësuar në dy rastet, por tashmë mendoj që ka mbaruar pjesa e prokurorisë, tashmë gjithë sfida është e gjykata dhe duhet jenë ato që duhet të marrin përsipër edhe kostot e opinionit publik, po dhe kostot ndërkombëtare në procesin e integrimit lidhur me cilësinë e vendimeve që do japin. Nuk mund të ketë 2-3 standarde, ose do jetë një vendim për të gjithë politikanët që nuk përbëjnë rrezik dhe nuk ka rëndësi vetëm politikanët, edhe personazhet e tjera, ose do zbatohet standardi që kemi parë deri tani. Ka dyshime dhe rrinë në burg që është standardi që ka hapur dhe ai shumë debate. E qartë. Nuk besoj se prisje sot si jurist që dilte Veliaj. Nuk prisim asnjë gjë të re nga çështja e Veliaj. Realisht sot ishte një çështje si gjithë kërkesat e tjera që ka bërë zoti Veliaj, ishte me kërkesën e vet në gjykatën e lartë, nuk është se ishte me kërkesën e prokurorit. Pra sot ai kishte kërkuar revokimin e masës sigurim që ishte dhënë nga një gjykatë në 3 shkallët, të cilin gjykata kushtetuese e prishi e ktheu për rigjykim në gjykatën e lartë. Kështu që vendimi i sotëm i gjykatës lartë ishte fare normal, ishte mbështetur në atë vendim cilin ndërcaktuar masa e sigurimit. Nuk është se kishte, nuk ishte se ishte, domethënë që kontradiktor. Nuk ishte kontradiktor me atë, se nëse gjykata do ta nxirrte do bënte nuk janë të gjithë që ndjekin procedurat. Të njëjtët gjyqtar mund të japin një vendim të ndryshëm. Jo, nuk është kështu. A është fakt që ai ishte në burg? Ne nuk e dim kush e ka dhënë masën e sigurimit. Pra, sot ishte revokimi i masës së sigurimit për masën e arrestit. Ajo që është prishur nga gjykata kushtetuese dhe që është kthyer në gjykatën e lartë. Tani ka ngelur topi i gjykatës lartë, që unë mendoj që nga koha e plazhit do ta ngrin topin në ajër në gjykatën e lartë dhe besoj që Veliaj në kohën e plazhit do të dalë jashtë. Sepse do dhe një farë kohë që të shqyrtohet ky vendim, të arsyetohet vendimi në gjykatën kushtetuese. Pastaj do dhe një kohë të shqyrtohet edhe gjykata e apelit, shumë përmbushet afati kohor që Veliaj mund të që avokatët do bëjnë kërkesë dhe kërkesa... Tani jemi mbi bazën e kërkesës së prokurorit, nuk është tani... Tani avokatët në rastin konkret duhet të bëjnë kërkesë për Veliajin apo jo? Në rastin konkret shqyrtohet masa e sigurimit që ka kërkuar prokurori në gjykatën e lartë. Jo kërkesat e Veliajit. Kërkesat e Veliajit kanë mbaruar të gjitha pothuajse me rrëzim. Tani jemi në masën e parë të masës sigurimit që caktuar për Veliajin, po shqyrtohet themeli i masave të sigurimit. Këto proceset e tjera janë nul realisht tani. Por që unë mendoj pavarësisht kësaj, vendimi unifikues duhet të dali sa më parë i arsyetuar edhe të ndajë në fundit shapin e sheqerit, të thotë që kjo lloj kategori njerëzish që janë intelektualët, që janë këta politikanët dhe tjera nuk mund të merret caktohet masë sigurimi arrest në burg ose ta lëri që caktohet për gjithë masë sigurimi arrest në burg.
dhe jo të bëj më dualizime. Po kjo bie në kontradikt pastaj me atë që... Pra, ne duhet të shikojmë arsyetimin e vendimit unifikus, se çfarë ka thënë vendimi unifikus sot, por njëkohësisht dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Se ndoshta gjykata kushtetuese që dha një vendim 5-3, që shumë mirë bën shokut e Erionit që e kthejnë për rigjykim, kolegët, jo, këta janë shokut që i ka emëruar vetë ai, shumë mirë bën që faktikisht e kthyen për rigjykim, po unë për te kësaj më pëlqen vetëm kjo pjesa që në fundit ka dhe gjyqtar të cilët pavarësisht se si janë emëruar atje, ose me çfarë kush i ka ndihmuar, të paktën do mbajnë peshën e ligjit. Dhe kjo do të aprovoj sot edhe gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë nëse do jenë në unison në dhënien e këtij mase sigurimi. Pra më lajti thua që Veliaj në verë është jashtë. Po, do lozim me top. Jashtë listë. Ndat në njëjtin mendim Romano nëse shfrytëzohet vendimi unifikuar? Nuk është çështje që të ndaj njëjtin mendim, se unë do kisha dëshirë që për benefit të qytetarëve të thjeshtë, që mos paguajnë ditët e... Për benefit të qytetarëve të thjeshtë, të cilët nuk e kanë luksin e politikanëve për të marrë zëvendësimin e masës sigurimit personal, unë do doja që sot gjykata e lartë të zëvendësonte masën e sigurimit, ose të bënte një përpjekje për ta kthyer çështjen për rigjykim në gjykatën e apelit, duke bërë një orientim për gjykatën e apelit lidhur me 1 ose 2 kushte apo kriteret për caktimin e masës sigurimit. Pra nevojën tashmë për zbutjen e nevojave të sigurimit.